në të Balluku, Famzeza Balluku, ja ku e keni. Citohet në gjithë botën. Urdhë çfarë thot? Rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Urdhoni, protesta të dhunshme nga policia për hetimet për korrupsionin. Për hetimet për korrupsionin. Ja, shikoni e gërsinë, ndaj protestuesve paqësor. Paqësor, shife. Ta dëgjojmë pak. This government has taken crime and integrated it into the government. We only need to go back in time to see how many mayors have been forced to leave their seats. How many deputies and ministers qytetarë që spajtohen me vjedhjen e shqiptarëve. To say that crime has been integrated within the governing Socialist Party and has passed into the government. Këto ishin? Po. Pra, jo. Vazhdoj. Reuters është prapë. Janë burimet e Reuters. Reuters ka qenë një agjensi tjetër të. Shikoni barbarinë e kriminalëve që mbrojnë kriminalë. Asnjë sulm po bëj, asnjë gjë. We are protesting for our future, for our rights. We have no rights of any kind here. The situation here is not normal. This government has taken crime and integrated it into the government. We only need to go back in time to see how many... Vazhdo. Këto ishin e patë pra. Se çfarë jehone të jashtëzakonshme. Kishte e patë se si disa dhjetra mira qytetar guximtar, qytetar shembullor, qytetar të përgjegjshëm, elit e guximit kombit, dërguar mesazhet më të fuqishme në mbar botën, se ata nuk pajtohen me vjedhjet e qeverisë e Edi Ramës dhe të Edi Ramës, se ata nuk pajtohen me dhunimin e votës, se ata nuk pajtohen me një pushtet të paligjshëm. E vërteta është se në atë bulevard dhe tek ata qytetarët përfaqësoj mbar kombi shqiptar. Njerëz të ndershëm që jetojnë me djersën e tyre, që duan këtë vend dhe të ardhmen e tyre europiane. Faleminderit. Më lindi pyetja teksa ju po prezantonit në fakt imazhe dhe lajme nga mediat ndërkombëtare. Unë vetë personalisht nuk kam patur nevojë të shoh nga mediat ndërkombëtare sepse ndjek çdo protestë tuaj dhe jam aty në vetë të parë. E përjetoj, po themi, protestën, shifrat e tjerë. Edhe pse në mendimin tim personal kjo protestë kishte shifra shumë të ulta pjesëmarrësish, por ky është vetëm mendimi im personal. Sa ishin i pa aty, i tregon aty. Po. Dhe i kam parë në të gjitha protestat. A mendoni se demokratët duhet të bëjnë më shumë sa i takon frymëzimit që duhet sjellin tek shqiptarët këto protesta? Fjala bie. Në gjitha protestat që kam ndjekur të Partisë Demokratike, nuk shoh deputetët që të jenë me familjarët e tyre në protesta, që të jenë me fëmijët për dorë mbase. Pra, a duhet punoj pak më tepër edhe në këtë këndvështrim Partia Demokratike? Së pari, unë vlerësoj faktin që ju keni qenë protest dhe keni ndjekur protestën. Absolutisht e vlerësoj plotësisht. Së dyti, të siguroj që deputetët në tërësi, nuk mund të them secili, por në parim secili, por në tërësi kanë qenë të gjithë në protest. Por
çështja se ku duhet të qëndrojnë është një çështje diskutueshme. Për disa, ata duhet të qëndrojnë në krye të protestës. Për të tjerë, kërkojnë që të qëndrojnë me grupet e qytetarëve nga zonat e tyre. Dhe kjo akoma nuk ka marrë një përgjigje. Të them unë, aty ku isha unë, një 3 metra në tutje ishte një deputet. Një bashkë qytetari ti më shkruan të thoshte, unë nuk e pa shkun atjeri. Po, ai ishte aty në fakt. Unë dhe i thash që ai ka qenë. Pra, kjo, por, a duhet organizohen dhe më mirë, plotësisht dakord. Kjo qëndron plotësisht, Anton. Jo vetëm me deputet, por në tërësi, Partia Demokratike ose organizatorët e protest duhet bëjnë punë më të studiuar për organizimin e asaj mase të madhe njerëzish tani që janë aty. Kjo është protest paqësore, themu ty. Në qoftë se ne ndryshojmë të protest nga paqësore në një formë tjetër, të garantoj që ajo mas njerëzish nuk mund të përballohet nga asnjë polici. Është faktura ajo. Në qoftë se ne do të bënim thirrje atyre që në protestat të vini me çdo mjet, ato nuk ka polici që përballon dot një protest qoftë dhe 4-5 mijë qytetarësh. Jo, është e njohur kjo. Është matematike kjo që të them. Por ne do jemi për protest paqësore. Shiko, e 8-ta ishte kjo apo jo, asnjë polic të dëmtuar, asnjë polic të plagosur. Ka një numër i konsiderueshëm protestuesish të dëmtuar dhe deputetësh të goditur dhe të dëmtuar. Por ky është përcaktimi ynë. Ne besojmë në këtë platformë edhe njerë. Ata sillen si kafsh aty. Se ç'po bënë ata? Ju keni qenë aty. Ne po esim, po marshonim. Dhe ky kriminal në krye të policisë, i vendosur nga balluku, kujton se do mbroj ballukun. I pasi që bën bota ballukun, kujton se bën ballukun. Ky bllokon rrugën. Ky është i kriminal, në urdhër të Edi Ramës. Dhe ne do vazhdojmë. Pra, paraqita këto, se të vërtetat askush s'mund t'i fshehë më. S'mund të fshihet. Ne do vazhdojmë dhe jemi në rrugën e duhur. Ju siguroj që Edi Rama është i plagosur për vdekje politikisht pastaj. Është i plagosur se merr ma veten. Edhe s'do ta marr me veten. Natyrisht ne do vazhdojmë me protestë paqësore. Kjo është nuk më shoh. Zoti Berisha, teksa ju keni denoncuar rrezikun që i kanoset procesit të integrimit, kreu i qeverisë Edi Rama vion me tryezat e tij për të folur lidhur me ecurinë e negociatave deri më tani, duke u ndalur sot në kapitullin e 5 që lidhet me prokurimet publike. Në këtë takim, ai ka njoftuar se do të krijohet një kompani tërësisht shtetërore që do të ndihmojë vendin të ecë përpara në rrugën e integrimit. Bëhet fjalë për kompaninë Albania Digital Solution, është si motor e Akshit që do veprojnë në mënyrë ndarazi nga njëra tjetra, po do të jetë tërësisht shtetërore. Kajan e dytë do krijoj kompani të gjitha personale për të vjedhur në është të bërë i çmendur, i pampërmbajtur në vjedhjen e pasurive dhe pronave publike. Tani, siç kishte Akshin që u zbulua u Damkos, ka krijuar kompaninë e prokurimeve ushtarake dhe të prodhimeve ushtarake, të cila sa për gjeni, me dhënat e para, po blen madhra me 5 fishi e çmimeve të zakonshme të tregut
Dhe kjo vetëm për llogarit të miliardierit Edi Rama. Asgjë, apo për të krijuar zhurmë, si të bëri me Diellën, se po luftojmë korrupsionin në një kohë kur korrupsioni u rrokullis 11 vende më poshtë, apo si të bëri me Diellën e mediave. E pat shtadja apo jo? Dje tha se mediat japin 60% opozitës dhe 40% Edi Ramës. I frymzuar nga 2 diellat dal vivo të Amës, Desada dhe Armiela, që u bën famoze kur informuan zyrtarisht se Berisha kishte zinte 70% të lajmeve dhe kjo ishte lajmet e gushtit, se në gusht s'kishte njeri. Dhe detyroheshin tipin vetëm konferencat e mia të shtypit se s'kishte njeri. Edhe tani për të vazhduar me këtë markshtrim të turpshëm, ka krijuar një startup me dashboard të kontrolluar tërësisht nga qeveria, të ushqyer nga qeveria për të mashtruar shqiptar dhe komunitetin ndërkombëtar se si atë po e censurojnë mediat të cilat i shpall investor strategjik dhe u jep nga paratë e takspaguesve, vjedh nga paratë e takspaguesve dhe u jep atyre 10 milion euro për të mashtruar shqiptarët. Këto janë të gjitha përpëlitet dhe përpjekjet e një njeriu që s'ngopet me vjedhje të popullit të tij. Por i ka të kota këto. I ka Deklaratën e tij se opozita është një specie unike që po bllokon procesin e integrimit, e thënë sërish sot. Nëse keni një përgjigje për deklaratën e tij se opozita është një specie unike që po bllokon procesin e integrimit, e thënë po sot. Opozita po ndihmon procesin e integrimit në mënyrën më serioze. Opozita ka patur një betejë shumë të fortë. Ka zhvilluar një betejë shumë të fortë. Dhe është krenare se ka dalë të përmbys mashtrimet e qeverisë dhe lobigjeve korruptive dhe të tregoj të vërtetën e realitetit shqiptar si rruga e vetme për një proces integrimi në rast se e lexuat rekomandimet e Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian meritor, një proces integrimi të bazuar në meritën. Të bazuar në meritën, e theksuar kjo disa herë. Vetëm këtë ka bërë dhe bën opozita. Rrugën për në Bashkimin Evropian ja mbyllin Shqipërisë ata që mbrojnë vjedhjet e qytetarëve shqiptarë, ata që shndrojnë zgjedhjet në fars duke shkrirë në një institucionet e shtetit me strukturat e partisë, duke angazhuar bandat dhe kartelet e drogës. Ata janë faktorët që pengojnë dhe vështërsojnë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Janë ata të cilët bëjnë çdo gjë për ta shtruar procesin më themelor të shoqërisë shqiptare sot në një proces okult, të mbyllur. Ju duhet ta dini se ka 5 muaj që në një forum në Bruxelles që quhet Coelho, forum shumë serioz, që vizitoi dhe Shqipërinë sa për djenin tuaj para 4 muajsh. Erdhën 27 përfaqësues të vendeve anëtare, diplomat, erdhën në Shqipëri nga Coelho, i pan gjërat në vend,
Dhe ka që muj që ata mblidhen me përgjegjësinë më të madhe. Raportin për Shqipërinë e shqyrtojnë dhe shtojnë vazhdimisht kërkesa mbi te. Aty është dhe përfaqësuesi i Shqipërisë në ato diskutime. Edi Rama fsheh çdo rekomandim të tyre, fsheh çdo sugjerim të tyre, çdo kritik të tyre. Edi Rama e shton këtë në një proces okult, të mbyllur, sikur e ka pronë të veten dhe jo një proces që duhet të ketë, siç thot Parlamenti Evropian, epiqendër, rolin e parlamentit, opinionin publik, shoqërinë civile, mediat edhe me radhë. Bërë disa etiketime në adresë të ambasadorit të BE-s Silvio Gonzato. Një ditë më parë, një zëdhënës i Bashkimit Evropian ka reaguar ndaj deklaratave tuaja, nëse mundem që t'ja citoj sa më saktë, duke thënë se deklaratat të tilla janë të papranueshme. Bashkimi Evropian dënon me forcë sulmet personale të bëra ditën e Europës ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ambasadori i BE-s ka vepruar në çdo kohë me profesionalizëm dhe integritet të plotë. Ne kemi besim të plotë tek ai dhe puna e tij. Kjo deklaratë në fakt ka marrë dhe mbështetjen e ambasadorëve të tjerë të BE-s. Pyetja ime është, a keni një koment apo reflektim lidhur me deklaratat tuaja pas këtij qëndrimi? Unë edhe njerë deklaroj shqiptarve se në mënyrë absolute çdo gjë që kam thënë e kam patur dhe e kam të bazuar të paktën në 2 ose më shumë burime. Unë kam respektin më të madh dhe simpatinë më të madhe për Komisionin Evropian, për ambasadorët, për përfaqësues të vendeve anëtare, por në mënyrë absolute nuk ka dhe nuk mund të ketë gjë në botë që më pengon mua të denancoj atë çka unë e konsideroj të papajtueshme, të padrejtë. Dhe nuk kam ndërmend tani të ndalem në këto komente, në zinxhirin e komente, por dhe njëherë them se dhe t'jap shembuj, të jap një sëri shembujsh. Nuk kam asnjë dëshirë të polemizoj, sepse u thash kam respektin më të madh, si për Komisionin Evropian, për Parlamentin Evropian, për përfaqësuesit e vendeve anëtare. Po s'mund pajtohem kur me akte të papranueshme. Ndaj dhe i kam denoncuar jo sot, siç e dini ju, vite më parë, vite në vazhdim, dhe do i denancoj ato. Të vërtetat, unë nuk mund t'i fsheh, nuk do isha ky që jam. Ndaj dhe ky është përgjigjja ime. Faleminderit.